janë këto pamjet e drejt për drejta, është ende herët, por mobilizimi ka nisur nga qytetarët apo ata cilët janë aty. Sara Demushi, kolegja ime, na bashkohet në këtë lidhje të drejt për drejt për të na dhënë më shumë detaje. Sara, fjala për ty. Ju përshëndes, unë aktualisht jam pozicionuar pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme, ku pas pak pritet që edhe protestuesit të fillojnë marshimin nga sheshi Skënderbej në drejtim të bulevardit Dëshmorët të Kombit për të ndalur më pas përballë kryeministrisë, atje ku prej disa ditësh vijojnë edhe revoltën e tyre, ku mbahen fjalime nga qytetarë të ndryshëm. Ajo çfarë bie në sy ditën e sotme në sheshin Skënderbej, ku ka filluar tashmë grumbullimi i protestuesve, ku pritet që të ketë një pjesëmarrje masive gjatë ditës së sotme, përveç asaj që është paralajmëruar nga folësit gjatë këtyre ditëve, por po ashtu edhe në rrjetet sociale ka pasur një njoftim të gjerë sa i përket pjesëmarrjes së qytetarëve shqiptar të cilët jetojnë jashtë vendit, dhe pritet që ditën e sotme të kemi një protestë, mund të themi protestën më të madhe sa i përket pjesëmarrjes deri në këtë momente, nga dita e parë që ka nisur kjo protestë e deri në ditën e 14 që bëhet fjalë pikërisht për ditën e sotme. Për të ndalur tek pamje që jemi duke përcjellë në këto momente, në fakt vlen të theksohet Greta se aktualisht që ne jemi duke folur, një pjesë e qytetarëve janë duke shkuar në drejtim të sheshit Skënderbej, disa të tjerë në drejtim të kryeministrisë, disa për t'u bashkuar marshimit nga sheshi Skënderbej në drejtim të kryeministrisë, dhe në fakt pamjet që vijnë nga bulevardi Dëshmorët e Kombit të ngjajnë siç më herët kemi raportuar në ditët kur luante kombëtarja, të tilla janë edhe gjatë këtyre ditëve ku qytetarët protestuesit të mbajnë flamurin kombëtar gjatë gjithë kohës, dhe janë të shumtë ata të cilët kanë zgjedhur këtë mënyrë për të protestuar dhe më pas për t'u bashkuar edhe turmës. Gjatë ditëve të fundit kemi parë që marshimi ka nisur pas orës 18:30, ku pritet që të ketë një pjesëmarrje masive dhe janë duke pritur edhe qytetarë të tjerë të cilët janë duke ju bashkuar marshimit, dhe vetëm pas pak pritet që të kemi edhe nisjen e qytetarëve në drejtim të kryeministrisë, atje ku tashmë vijojnë edhe fjalimet e tyre përballë kryeministrisë, kërkesa që ata kanë ndaj kreut të qeverisë, ku vazhdimisht është artikuluar dorëheqja e tij, por ndërkohë pasi mbarojnë edhe fjalimet nga ana e protestuesve, të cilët në fakt është një zgjedhje e lirë e kujdo që e ndjen për të marrë fjalën dhe për të pasur edhe një komunikim me të gjithë protestuesit të cilët ndodhen në protestë tashmë, në një protestë masive e zhvilluar prej 13 ditësh. Sot është dita e 14, pasi zgjasin rreth 2 orë fjalimet para kryeministrisë, më pas itinerari që ndjekin protestuesit është në rrugë të ndryshme të kryeqytetit. Pra që nga dita e parë deri ditën e djeshme kemi parë që asnjëherë nuk është ndjekur i njëjti itinerar, por janë përshkruar rrugë të ndryshme të kryeqytetit me thirrje drejtuar qytetarëve të tjerë të Tiranës, të cilat ju bëjnë thirrje konkretisht për t'u bashkuar në protestë, për të lënë kafet dhe për t'u bashkuar kësaj kauze, e cila tashmë nuk dihet se sa do të zgjas, pasi protestat masive të qytetarëve kanë hyrë në javën e dytë të tyre dhe ende nuk dihet se si do të vijohet më pas, por ajo çfarë mbetet një skenar i pandryshuar është takimi i tyre në orën 18 në sheshin Skënderbej, marshimi drejt kryeministrisë, dhe më pas vijojnë edhe kërkesat, fjalimet e tyre ku shfaqin edhe kërkesat e tyre ndaj qeverisë. Sara, të falenderoj, ndërkohë duke qenë se kemi kolegët të shpërndarë në zona të ndryshme pika kyçe në cilat pritet që të jetë e përhapur kjo protestë e cila zhvillohet ditën e sotme, dhe në fakt ky lloj itinerari pra i grumbullimit të qytetarëve ndodh i njëjti përgjatë këtyre 2 javëve. Shohim në pamjet, shohim pak pamjet e drejt për drejta të cilat do na vinë nga zona e sheshit Skënderbej, aty ku tashmë shohim disa nga ata cilët kanë qenë në krye të protestës, janë duke bërë thirrjet e tyre për nisjen e kësaj proteste, sepse sikur se keni ndjekur përgjatë këtyre 2 javëve, nis gjithçka nga sheshi Skënderbej, edhe pse së fundmi tashmë qytetarët janë duke u mbledhur nga zona të ndryshme të Tiranës, disa në sheshi Skënderbej, disa në bulevard. I shohim pak pamjet e drejt për drejta live të cilat na vinë në ekranin e Euronews Albania me flamuj kuq e zi, me pankarta në duar,
qytetarët janë duke u bërë gati. Nuk e di nëse kemi mundësi të dëgjojmë pak regjia se çfarë është duke u transmetuar në këto momente, teksa shohim që disa prej tyre janë duke bërë ndoshta thirrjet e para për të elektrizuar sigurisht edhe protestuesit në mënyrë që të nisë zyrtarisht kjo protestë, edhe pse ora shënon 18:17 minuta. Këto janë pamjet e drejtë për drejta, cilat na vijnë nga ekrani Euronews Albania, teksa theksojmë që kjo protestë ka 2 javë që ka nisur, pra kjo është dita e 14 e kësaj proteste e cila ka nisur dhe sipas informacioneve të cilat kanë ardhur edhe për ne mediat, pritet që kjo të jetë protesta